Gjithçka erdhi për shkak të pandemisë. Nëse para Covid vetëm 36% e kinezëve zgjidhnin makina nga markat kombëtare, në më pak se 3 vjet ka ndodhur një revolucion që i zuri në befasi prodhuesit evropian të makinave. Në fund të vitit 2023, BYD u bë marka më e shitur në Kinë në dëm të grupit Volkswagen, që kishte siguruar një epërsi të konsoliduar dhe tani duhet të përballet me një rënje të fitimeve për vitin 2024. Krahasuar me vitin 2023, të ardhurat ranë nga 17.8 në 12.4 miliard euro, kryesisht për shkak të rënjes së shitjeve në Kinë, që vlente 8.3%. Edhe markat luksoze evropiane kanë regjistruar humbje të konsiderueshme. Porsche dhe BMW kanë vënë re se shitjet e tyre në Kinë kanë rënë në vitin 2024 me 28% dhe 13.4% përkatësisht në raport me vitin e kaluar. Mercedes gjithashtu është përballur me një tkurrje prej 8.3%, pa përmendur rivalet japonez si Toyota dhe Honda, që janë pothuajse në të njëjtat kushte si evropianët. Një krizë shitjesh që megjithatë shitoson vetëm marka të huaja, duke qenë se në Kinë tregu i makinave ka regjistruar shifra rekord në 2 vitet e fundit. Ndryshimi në perceptimin e blerësve kinez mund të shpjegohet nga prodhuesit vendas, të cilët janë gjithnjë më të aftë të ofrojnë modele konkurruese. Nuk është rastësi që markat e konsoliduara si Volkswagen dhe Audi kanë vendosur të ofrojnë makina të projektuara ekskluzivisht për në Kinë dhe të destinuara për konsumatorët vendas, duke sfiduar në territorin e tyre modele gjithnjë e më konkurruese, jo vetëm në aspektin e çmimit të blerjes, por edhe me një ofertë në sektorin premium që ofron opsione të avancuara. Një sfidë që po përsëritet edhe në eksportet, që janë vazhdimisht në rritje. Një risi që nuk vë në dyshim udhëheqjen e markave evropiane në nivel kombëtar për momentin, por që përfaqëson një problem të mëtejshëm në të ardhmen. Ndërkohë, në krye të 10 markave më të mira të eksportit është Chery me 1.114 milion njësi të eksportuara, e ndjekur nga SAIC me 929.000, BYD me 433.000, Tesla me 260.000, Jack me 249.000 dhe Dongfeng me 246.000. Në të njëjtën kohë, Kina është bërë një litar shpëtimi për shumë marka të huaja në një kohë kur për shembull tregjet e makinave evropiane dhe amerikane nuk po rriten më. Midis viteve 2013 dhe 2023, vëllimi i përgjithshëm i regjistrimeve në Evropë u rrit vetëm me 4%, ndërsa në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada mbeti i pandryshuar me 17.3 milion makina të shitura. Në Kinë, nga ana tjetër, shitjet e makinave të reja u rritën me më shumë se 25% në përgjithësi në të njëjtën periudhë.